Arind dhe shpellat e humbura. Në thellësitë e maleve, larg qyteteve dhe zhurmës së botës moderne, ekziston një botë e fshehur. Një univers i errët, i vjetër sa vetë koha. Shpellat. Dhe aty pranë tyre mbretërojnë krijesa të fuqishme, misterioze dhe shpesh të keq kuptuara si arindë. Kjo është historia e bashkëjetesës së natyrës me sekretet e saj, e frikës dhe e respektit, dhe e mënyrës se si njeriu ka mësuar të kuptojë këto hapësira të humbura në zemër të tokës. Hyrja në botën e shpellave. Shpellat janë porta drejt së kaluarës. Ato janë formuar përgjatë mijëra viteve nga uji, koha dhe presioni. Çdo pikë uji që rrëshqet mbi gur, çdo kristal që formohet, ngadalë është një faqe historie. Nëpër Evropë, Azi dhe madje edhe në trojet tona, shumë shpella kanë qenë streha natyrore për njerëzit e parë. Aty janë gjetur vizatime, vegla guri dhe mbetje zjarri, dëshmi e jetës sonë të hershme. Por para njerëzve aty kanë banuar dhe mbretëruar arind. Arind banorët e heshtur të maleve. Arind janë simboli i forcës, por dhe i urtësisë së natyrës. Ata janë inteligjent, të kujdesshëm dhe shumë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve në mjedis. Gjatë dimrit, kur bora mbulon gjithçka dhe ushqimi paksohet, arind kërkojnë strej në vende të sigurta. Shpesh në skajt e shpellave apo në gropa të thella pranë tyre, në këto hapësira të errta, ata kalojnë muaj të tërë në gjumë dimror, duke ruajtur energjinë e tyre. E megjithatë, për ta shpella nuk është vetëm stre, është vend i sigurisë, është shtëpi. Takimet mes njeriu dhe arindve. Në kohët e lashta njeriu ka hyrë në shpella për mbrojtje, për zjarre dhe për rrite, dhe shpesh aty është përballur me arind. Arkeologët kanë gjetur eshtra arinsh brenda shpellave të vjetra, disa të vendosura ngadalë dhe me kujdes, si të ishin pjesë ritualesh, ndërsa ndoshta njerëzit e parë i shikonin arind si mbretër të maleve, si frymë mbrojtëse ose si krijesa që meritonin respekt. Për shumë kultura ariu ka qenë simbol i guximit, i qendresës dhe i lidhjes me natyrën, sekretet e errta të shpellave. Por shpellat nuk janë vetëm strej për arind, ato fshehin dhe mistere. Thellë brenda tyre ku drita nuk arrin kurrë, ekzistojnë informacione të çuditshme. Stalaktitet që varen si dhëmb, stalagmite që rriten nga toka dhe tunele që shtrihen kilometra të tëra. Ndonjëherë shkencëtarë gjejnë aty fosile të kafshëve të zhdukura, gjurmë uji të lashtë dhe madje mikroorganizma që jetojnë pa dritë. Çdo zbulim i ri na tregon se sa pak dim për botën nën këmbët tona. E megjithatë, për arind kjo botë është thjesht pjesë e jetës së tyre. Rreziku i sotëm. Sot shpellat dhe arind po përballen me një rrezik të përbashkët njeriu modern. Ndërtimet, pyllëzimi pa kontrolluar, eksplorimi i shpellave pa përgjegjësi dhe ndotja po prishin ekuilibrin e natyrës. Shumë marinj janë detyruar të largohen nga habitatet e tyre, duke hyrë në fshatra dhe qytete, aty ku shpesh përfundojnë të lënduar ose të vrarë. Nëse humbasim arind, humbasim një pjesë të trashëgimisë sonë natyrore. Nëse shkatrojmë shpellat, humbasim arkivat e historisë së planetit. Një thirrje për reflektim. Ky dokumentar nuk është vetëm rrëfim, është thirrje që të kuptojmë. Natyra nuk është pronë, shpellat nuk janë lodër për aventurë pa mend, arind nuk janë armik. Ata janë pjesë e ekosistemit, pjesë e historisë, pjesë e botës që Zoti ka krijuar me mençuri dhe ekuilibër. Ruajtja e tyre është përgjegjësi, respekti ndaj tyre është nder. Kur shikojmë një shpellë të errët, mund të shohim vetëm gur dhe hije. Por nëse e shohim me zemër, aty gjejmë një libër të hapur të natyrës. Dhe kur shohim një arind në vend të frikës, mund të shohim madhështinë e krijimit, një kujtesë se nuk jemi sundemtar absolut, por musafir në këtë planet. Arind dhe shpellat e humbura na tregojnë se çdo gjurmë, çdo tingull, çdo frymë në natyrë ka një histori. Pyetja mbetet: a do ta ruajmë këtë histori apo do ta humbasim përgjithmonë?